Finalja e kampionatit të 16 në futboll për djem mes shkollave 9-vjeçare të Bashkisë së Lushnjës u zhvillua sot mes shkollës Skënder Libohova dhe shkollës Kongresi. Ndeshja ishte mjaft emocionuese dhe u karakterizua nga rivaliteti i fortë në fushën e lojës. Të dyja skuadrat patën mbështetjen e tifozëve të vegjël, duke krijuar një atmosferë festive sportive. Pas një loje të bukur dhe me shumë raste, fituese u shpall shkolla Skënder Libohova, e cila triumfoi me rezultatin 3-1 ndaj ekipit të Kongresit. Aktiviteti u organizua nga Qendra Kulturore e Fëmijëve në bashkëpunim me Zyrën Vendore të Arsimit Parauniversitar dhe me mbështetjen e Bashkisë Lushnjë. Në përfundim të aktivitetit u shpërndan medalje dhe certifikata për ekipet pjesëmarrëse. Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Sajmir Bahja, falenderoi të gjitha shkollat pjesëmarrëse për angazhimin dhe pjesëmarrjen në këtë aktivitet sportiv. Të gjithë shkollat që janë pjesë e këtij kampionati, me drejtoritë, me drejtuesit e tyre, me mësuesit e edukimit fizik, që na bën të mundur realizimin e kampionatit të 16 të futbollit me jo në zonën e shkollave 9-vjeçare. Meritoni një dorë turki dhe pavarësisht se nuk janë të gjithë. Në fjalën e saj, drejtoria e Zyrës Arsimore, Arta Dhamo, uroi ekipin fitues dhe falenderoi të gjitha shkollat pjesëmarrëse për frymën sportive të treguar gjatë kampionatit. Është për herë kënaqësi dhe vlerësim i veçantë të jem pjesë e këtyre aktiviteteve. Shumë të faleminderit për emocionet e bukura dhe të veçanta që na përcjellni për herë gjatë lojës dhe dua të përgëzoj të dyja skuadrat finaliste. Jeni të dyja skuadrat janë fituese. Shumë faleminderit të gjithëve dhe takohemi në aktivitete të tjera. Faleminderit. Edhe nënkryetaria e Bashkisë Maldrita Bardho përgëzoi finalistët dhe vlerësoi organizimin e këtij aktiviteti sportiv për të rinjt. Shumë falenderime dhe përgëzime për të gjitha shkollat që ishin pjesë e këtij aktiviteti. Në veçanti të veçantë, përshëndes dy shkollat finaliste, shkollën Kongresi dhe shkollën Skënder Libohova, për përkushtimin e tyre. Gjithashtu, dua të falenderoj të gjithë organizatorët, trajnerët dhe prindrit për mbështetjen e tyre. Pa lënë më një anë edhe drejtorinë e Qendrës Kulturore, e cila na jep mundësinë që ne si institucion të masivizojmë sa më shumë sporte. Nga ana e tyre, futbollistët e skuadrës fituese u shprehen të lumtur për suksesin, duke thënë se ishin përgatitur për fitoren dhe se besonin të aftësitë e ekipit të tyre. Jam shumë mirë pasi e mbajtëm premtimin tonë që dhamë në intervistën e kaluar pas fitores në Botafogo në gjysmëfinalet. Dhe jam shumë krenar pranë tifozëve të shkollës Skënder Libohova që erdhën na suportuan tërë ndeshjen. Ishte e vështirë për ju të fitoni sot? As pak. Ishte më e lehtë se ndeshja me Botafogo në gjysmëfinale, por finalja ka më shumë presion se sa gjysmëfinale.